E kuptoti se qa armësh kanë ardhë djenë Kosova, po se kupton më. Kanë ardhë nga ato lloj armësh që inshallah do zotin nuk përdorën kur në fush betejse, bëhet kërdia, bëhet nami, fillon ferri. Ka qenë vetë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili ka postuar disa foto ku duket që Kosova ka pranuar armë nga Turqia. Ato janë armë raketore, antitank, dhe janë nga ato armë që spysin nëse e ke tankun e vjetër apo 3. Mjafton që ushtari ta qëlloj 4 km larg dhe tanku i komshiut është një copë e kurishte më pas. Shikoj shumë komentues në rrjetet sociale të kryeministrit, kur qartë fare i shprehin hapur rabin e tyre, që pse këto gjëra duhet të publikohen në rrjetet sociale, por doktrina ndoshta ka ndryshuar dhe kur të bie komshiu keq, ndoshta armët më të mira që ke duhet i vesh në balkon që të ndihet i friksuar dhe mos i shkojë mendja të bëj asnjë gjë.